Është një diçka që ka të kthen, do më thonë, në kohë pas. Është në familjen time të hershme, që këto kujtime dhe pastaj edhe më falen edhe emocion. Kjo më lidh me hoxhën tim të dashur, hoxhën tim të parë, që ka qenë njeriu më i jashtëzakonshëm në jetë që kam takuar ndonjëherë, është fjala për Mulla Sylen, Mulla Syla i Rimanishtës, kështu i kanë thënë, edhe pse ka jetuar dhe ka vepruar në Prishtinë. Domethënë punën që ka bëu hoxha em, nuk e di, ndoshta neve na thonë ju po punoni edhe po mësoni nxënës apo mësoni gjenerata, por po ti përmendi vetëm 3 hoxhallar që i kam mbri. Unë një prej tyre ke mbri edhe ti sigurisht, edhe të tjerët ka qenë Mulla Syla që prej ora përafërsisht 9-10 mëngjes ka ardhur në Mejtep, ka ardhur në xhami, në klasën e xhamisë dhe na ka mësuar Kur'an. Edhe kemi dalë për shembull grupi jon, grupi tjetër dhe shumicën e rasteve, sidomos verës deri në ora 6 të mbrëmjes, me qujtë ashtu prej 9-10 në mëngjes ka qenë ai. Ky ka qenë frymëzimi që për herë të parë si e kam pas si krijes, kam pas qef me u bë si kur ai. Ka qenë pedant në pamjen e tij, ka bë për vete. Domethënë në momentin kur ti ke dash për shembull me u bë si kur ai ose me emitu diçka prej tij, ka ardhur era misk, ka ardhur era parfum. Pastaj veprat e tij kanë qenë më të mira se sa era dhe se sa pamja e tij që domethënë ka rrezatu veprat e tij. Pastaj domethënë kjo ka qenë me qujtë ashtu inspirimi i parë dhe frymëzimi i parë, dhe mendoj që e kemi pastaj të kuptuar që e kemi edhe obligim këtë pjesë. Domethënë njëherë ka ardhur si dashni ndaj fesë, edhe si emitimi i një personaliteti, një personazhi. Në këtë rast po ka qenë Mulla Syla, domethënë që ka pas ndikim të jashtëzakonshëm në formimin tim fetar edhe edukativ edhe kulturor, domethënë natyrisht ky është i dyti pas familjes, por megjithatë shtylla kryesore ka qenë hoxha im. Pastaj një hoxh tjetër që ndoshta nuk e ke dëgjuar, xhamia im rastësisht xhamia ime mban emrin e tij Mulla Bahtiri. Unë vetë kam mbri Mulla Bahtiri në kohën e tij të shtyer, në moshën e tij të shtyer, përkundër sëmundjes, edhe hoxha im përkundër sëmundjes së tij, dikur kur nuk mund të dilte më në xhami, ne shkonim tek shtëpia e tij mësonim. Domethënë hoxha ishte i shtrim, po flas për të dy hoxhallar. Pra ata tashmë kishin instaluar në ju atë dëshirën për të marrë mësimet e fesë. Absolutisht, domethënë më u mishërumna me të. Pastaj Mulla Bahtiri në kam rri vet në dhomën e xhamisë, në klasën e xhamisë ku ka shërbyaj. Zakonisht xhamia kishte një dhomë anash ku kanë mësuar po si Mejtep, si klasë. Domethënë Mulla Bahtiri në kam rri vet, e kam pa me sytë e mi, nuk e kam dëgjuar pe të tjerë, por e kam pa vet, i cili domethënë sëmundja kishte rëndu aq fort, saqë i shtrir edhe i mbuluar me na thonim ambulin, një farçeve me lesht trash, po domethënë edhe në çat gjendje Mulla Bahtiri mëson të fëmijët. Edhe Mulla Osmanin që besoj që e keni mbri edhe keni dëgjuar për ta. Prandaj domethënë kur e merr punën e tyre dhe shikon, puna jonë që të bësh është shumë e vogël. Plus kësaj, që është interesant, sot ne në moshën 65 vjeçare dalim në penzion. Ndërsa unë kur kam shkuar te Mulla Syla për me mësu, ka qenë hoxha dikur në moshën 72 apo 73 vjeçare. Kur misionin e kishte shumë më të rëndësishëm. Absolutisht, domethënë çdo gjë realisht lënë anash për më marr për nxënësa. Ndashtuj 600, ndashtuj 800, ndashtuj 1000 nxënësa, kemi marr pjesë në të njëjtën kohë në mësim të Mulla Syla. Prandaj, domethënë duke qenë se ke kaluar për këtë, me qujtë ashtu historik, patjetër se merr domethënë diçka prej atyre që të frymëzon, padyshim. Besoj që po.